Vazhdojmë programin me numrin e radhës. Do të ftojmë përsëri në skenë këngëtarët Ndue Shytani dhe Fran Kodra me këngë për Deli Pietra. Atëherë kënga e radhës që do të këndojmë unë së bashku me Fran Kodrën është një këngë folklorike që do njohohen që ndërësës njerët nga momentet më qëndrëstare të zonës së Dugaxhinit bëhet fjalë për Giva Ilishanës. Ne dikur, ato të roje i mrojtëve me gjakve të parët tanë kanë dherë gjakun, kanë jetu në mënyrën më skandaloze, por kanë mrojt tradit, zakon. Të rojet, ju lutëm nuk du me i ba koment këngës, por kisha një thirrje për të gjithë emigrantët që ndodhën këtu sonde dhe kudo që janë, ne i kena braktis një pjesë e madhe ato të roje. Ju lutëm kokën nga pas, që të fitojmë, të investojmë, ta lëlzojmë vetë ligjet tonë dhe ta bëjmë edhe Dugaxhinin si gjithë Evropa. Tashi ne kemi kënduar për dëshmorët e planit, për dëshmorët e Gimajve të Shanës nuk kem kënduar asnjëherë. Dhe me këtë këngë përshëndesim nga tavolinën e Tom Nikolës, sponsorit tonë, me shoqërinë e tij. Lavdi dëshmorëve të Gimajve të Shanës, që për krah dëshmorëve të planit të vënë gjakun për trojet e Dugaxhinit. Faleminderit. Faleminderit.
Faleminderit.